për efektin e qartë të ndryshuar shprehemi si më poshtë. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë nr. 4 datë 30/1/2026 për miratimin e kritereve të dhënies së ndihmës ekonomike nga fondi të udhëzuar për bllok ndihmë ose nga fondet e buxhetit vendor vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë nr. 5 datë 30/1/2026 për disa shtesa dhe ndryshime në BKB nr. 100 datë 23/12/2025 për buxhetin e bashkisë për vitin 2026 vlerësohet i lishëm. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë nr. 6 datë 30/1/2026 për miratimin e marrëveshjes së partneritetit midis Bashkisë Milano dhe Bashkisë Vlorë në kuadër të projektit Aqua Nostra, bazuar në ligjin nr. 44 fraksion 2015 kodi i procedurave administrative në 3 fraksion 1A, akti ka karakter individual. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë nr. 7 datë 30/1/2026 për miratimin e memorandumit të mirëkuptimit midis programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkisë Vlorë, si dhe metodologjinë dhe alokimin e fondeve për organizatat e shoqërisë civile, bazuar në ligjin nr. 44 fraksion 2015 kodi i procedurave administrative në 3 fraksion 1A, akti ka karakter individual. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë nr. 8 datë 30/1/2026 për miratimin e marrëveshjes së partneritetit në kuadër projektit Smart Cities, programi Greece Albania 2021-2027, bazuar në ligjin 44/2015 kodi i procedurave administrative në 3 fraksion 1A, akti ka karakter individual. Vendimi i Këshillit Bashkiak Vlorë nr. 9 datë 30/1/2026 për krijimin e tregjeve të përkohshme ambulante dhe autorizimin për lidhjen e kontratave qeras vlerësohet i lishëm. Faleminderit. Përpara se të kalojmë rendin e ditës në votim, kalojmë proces verbalin e mbledhjes së shkuar në votim, të datës 30/1/2026. (27 pro, asnjë kundër, 7 u morën pjesë në votim? 6. 7 nuk marrin pjesë në votim, asnjë kundër, miratohet. Po, zoti Nika. Faleminderit kryetare. Atëherë, ditën e mërkurë janë bërë komisionet që mblidhen si gjithmonë përpara mbledhjes Këshillit dhe komisioni i parë që duhet të mblidhej ka qenë komisioni juridik. Komisioni juridik nuk është mbledhur pasi nuk është arritur korumi dhe nuk është mbledhur fare. Janë mbledhur Komisioni i Financës dhe i Shërbimeve. Në komisionin juridik, jo pa qëllim, është lënë komisioni i parë, pasi çdo gjë që kalon në komisionin juridik shtjellohet, po të themi, dhe në komisionet e tjera. Një nga pikat që duhet diskutohej më e rëndësishmja, jo pjesa e kalimit të një prone nga shtet në bashki apo pjesë tjera që janë formale, por pika më e rëndësishme që duhet diskutohej në komisionin juridik ishte krijimi i shoqërisë Vlora Invest. Dhe në këtë komision janë të detyrueshme të kalohen disa gjëra serioze dhe që duhen krijuar dhe duhen shtjelluar me detaje dhe duhet të ketë debat që në mënyrë që ne mos të vim në Këshill dhe të diskutojmë gjëra, të bëjmë kakofononi dhe mos ta marrë vesh njëri. Është e detyrueshëm. Në momenti që gjëra me rëndësi nuk kalojnë komisione, atëherë si prefektja ka të drejtë të mos ta shpallë ligjshmërinë, edhe gjykata të harxojë si vendim. Unë propozoj që pika 10, krijimi i shoqërisë Vlora Invest, të tërhiqet me dashamirësinë e kryetarëve të grupeve dhe të lihet për mbledhjen e radhës, të kalojnë në komisionet përkatëse. Pasi diskutime që janë bërë te Komisioni i Financës dhe te Komisioni i Shërbimeve janë diskutime pa arsye dhe nuk u takon atyre komisioneve që ta shikojnë këtë për vendim. Faleminderit. Faleminderit nderuar zoti Nika, po zoti Moçka. Në fakt nuk mund të krijojmë një precedent të tillë, pasi të gjithë anëtarët e shumicës kanë qenë në komision, nuk kanë qenë anëtarët e palës tjetër në komision për të arritur quorumin. Kjo do të thotë që sa herë pastaj nuk pëlqejet një pikë në rendin e ditës, mjafton të mos plotësosh quorumet në komision. Dhe nuk ka logjikë juridike. Aq më tepër pastaj që rregulloria përcakton që është Këshilli që vendos pavarësisht se komisioni jep një opinion rekomandues. Faleminderit nderuar zoti Moçka, po zoti Hoxha. Atëherë, në qoftë se do themi që s'do krijojmë precedent, precedentin e kemi në Bashkinë e Imarës, ku ky projekt vendim është tërhequr nga rendi i ditës, sepse nuk kaloi komisionet përkatëse.
Në qoftë se do flasim për precedent, e kemi precedentin 1 muaj më përpara. Këtu nuk kemi precedent, këtu kemi cilësi në projekt vendime edhe gjëra ligjore në mënyrë që të vënë në gjën e duhur. Faleminderit. Posso Timoçka? Iq pa bili thaj. Qa ka ndodhur? Po, zoti Hoxha, po, bio. Tani saj... Unë dëgjova me qetësi kur folën ato. Mundëm. Gjergji, mos i ofendo më të lutem. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar koleg, sa i përket fjalës në këtë moment ka të bëjë me procedurën dhe ka të bëjë pikërisht me rendin e ditës, duke mos i hequr asnjë presë asaj që tha zoti Nika dhe duke dashur t'i shpjegoj kolegëve socialistë dhe kryetarit të grupit tyre që quorumi nuk është një rastësi që është vendosur në rregullore. Pa plotësimin e quorumit nuk mund të vazhdoj mbledhja e komisionit dhe mbledhja e këshillit, po doni juve, sepse ne presim këtu edhe çerekore edhe 20 minuta sa të vinë gjithë këshilltarët që të plotësohet quorumi që të fillojë mbledhja, se ndryshe pa formimin e quorumit nuk çelet mbledhja e këshillit bashkiak. Në të njëjtën formë procedohet edhe me komisionet. Nëse nuk ka quorum, nuk mund të konsiderohet e kryer procedura në komisionin juridik dhe pa kaluar një projekt vendim në komisionin juridik që është një nga komisionet më të rëndësishme për t'i dhënë ligjshmërinë projekt vendimit, më pas për të trajtuar në komisionet e tjera sipas përcaktimeve, ne nuk mund të sjellim projekt vendimin në mbledhjen e këshillit për të diskutuar. Kështu që mendoj që ajo që ngriti zoti Nika është shumë e drejtë, pra ky projekt vendim nuk ka marr miratimin e komisionit juridik, sepse nuk është plotësuar quorumi, se për faj të kujt kjo pak rëndësi ka. Rëndësi ka që nuk është plotësuar quorumi, një kërkesë ligjore. Sa i përket këtij rendi dite, nuk e kuptoj, domethënë se shpeshherë përpiqem gjithmonë që të jem argumentues, edhe gjithmonë duke u bazuar në ligjet e rregullore. Kemi sot për të diskutuar 21 pika në rendin e ditës. Bashkë me atë të ndryshme 22. Ne kemi miratuar një rregullore këtu. Janë akte që dalin në zbatim të ligjit, se mos nuk i din këta, tu a themi tani do fillojnë bëjmë leksione që t'i kuptojnë, edhe ata që drejtojnë komisionet, edhe juve që drejtoni këshillin. Në nenin 65 pika 2 thuhet shprehimisht: numri projekt akteve të përfshira në rendin e ditës në çdo mbledhje të mos jetë është taksative, më shumë se 10. Ndërkohë që projekt akte që përfshin buxhetin, paketën fiskale, dhënie koncesionesh, partneritete publike private, analiza ekzekutive, numri akteve të përfshira në rendin e ditës nga bashkia të mos jetë më shumë se 5. Tani unë nuk e kuptoj dot. Ne në të dy rastet jemi në shkelje. Edhe në rastin e parë, të arsyetuar në pikën 2 të nenit 65, edhe në rastin e dytë. Ne kemi 22 pika në rendin e ditës. Është absurde. Në cilin ka edhe për buxhetin, sepse kemi një rishikim, rialokim që ka të bëjë me rishikimin e buxhetit, që normalisht në këtë mbledhje ne nuk duhet të kishim më shumë se sa 5 pika në rendin e ditës. Dhe këto 5 pika nuk i përcakton opozita, zonja kryetari, përcakton kryetarja bashkisë bashku me stafin e saj, kush janë prioritetet dhe emergjencat kryesore për të paraqitur në këtë mbledhje. Nëse kanë urgjencë që duhet i miratojmë, bëjmë 2 mbledhje, çfarë problemi ka? Po ne nuk mund të vim këtu e të bëjmë sikur nuk dim dhe nuk kuptojmë, ku rregulloria, që është një akt në ligjor i dalë në zbatim të ligjit për pushtetin vendor, po shkelet sa herë ju do shefi juve si drejtues të këtij institucioni dhe këtyre zotrimeve që këtu janë të ftuar, po që ne normalisht mbi zbatimin e ligjit dhe të rregullores ne shqyrtojmë projekt akte të paraqitura nga administrata e bashkisë. Unë ju kërkoj që nëpërmjet edhe kolegëve kryetarëve të grupeve, ju si kryetare të kërkoni
5 minuta pushim, ta trajtojmë këtë që unë sapo ngrita, të gjejmë konsensusin për pikat që duhet së bashku me administratën, të tjera të kalojnë në një mbledhje tjetër dhe të vazhdojmë. Ose pasaj, nëse keni vendosur që të shkelni ligji me të tëra mundësit që u jepen juve dhe me forcën e kartonave, sepse në ligj nuk ka asnjë gjë të bazuar në këtë që ju keni paraqitur, aq më tepër tek ajo që tha dhe zoti Nika, që quorumi nuk është realizuar për atë pikë të rendit ditës, e cila është dhe pika më sensitive këtu, se është një nga ato që ne, nëse ju do vendosni ta vazhdoni këtë mbledhje, do kemi dhe ne ato opinionet tona. Faleminderit. Faleminderit i nderuar zoti Hoxha, në fakt thjesht për të argumentuar atë që ju thatë, në mbledhjen e kryesisë konferencës kryetarëve në cilën ju jeni antar, ashtu sikundër është antar dhe zoti Nika, zoti Moçka, unë, zoti Rokaj dhe zoti Elezi, juve nuk ishit prezent, ndoshta juve nuk e keni informacionin, por për hatër të gjithë këtyre pregvendimeve që janë paraqitur, nuk kam qenë pro që të trajtoheshin kaq shumë, por me vota pro dhe të zotit Nika, që është antar i opozitës, ky rendite është miratuar në bazë të gjithë kryetarëve, është me vota zotëri, nuk e vendos as unë as ju. Është një kryesi e cila mblidhet dhe merr një vendim për numrin e pregvendimeve. Faleminderit. Po zoti Moçka, fjala për ju. Nuk i heq as Nuk i heq as një pikë asaj që tha zoti Hoxha. Është e vërtet që është përcaktuar quorum si për komisionet si për mbledhjen e Këshillit, por kjo nuk do thotë që kur nuk arrihet quorumi, pika quhet e hedhur poshtë apo është i paligjshëm vendimi. Thjesht nuk merret në shqyrtim, ashtu siç nuk ndodhi pasi nuk u plotësua quorumi dhe e përsëris jo për fajt të antarëve tanë. Dhe kur thash precedentin, e kam fjalën që nuk mund të krijohet gjithmonë kjo lloj alibie apo artifici juridike që nuk e trajton komisioni se nuk mblidhet, se i bie që gjithmonë digi nga komisionet mos trajtojnë dot asgjë. Pse? Se nuk mund të ndërgresh pretendimin, nuk është pika 10 në e lishme se s'ka kaluar në komision, se i bie të jenë të 22 pikat pa lishme. Kështu nuk mund ngresh një pretendim pse nuk u mblodh komisioni vetëm për një pikë të vetme. I bie që mos realizohet gjithë mbledhja e Këshillit sot. Meqense nuk është mbledhur komisioni juridik. Atëherë i bie që sa herë mos vinë ata në ndonjë komision, arsim ku kanë shumicën e tjerë me radhë, i bie mos realizojnë mbledhjet e Këshillit nëse nuk u mblodh komisioni. Ndërkohë që komisioni në rregullohet është përcaktuar qartë. Komisioni jep opinionin e vet, del me një opinion në fund i cili mund të jetë pro, kundër apo rekomandues, ndërkohë që vendimarrës është Këshilli. Për sa i përket pikës tjetër, pastaj e konsideroj po të zauruar se u kërkua mbledhja prapë e kryesisë, pra të mbledhen kryetarët e grupeve. Kryesia u mblodh një herë dhe ranë gjithë dakord për këto projekt vendime, duke konsideruar që disa nga këto projekt vendime janë projekt vendime tipike që vinë çdo muaj, 3 ndihmë ekonomike, 2 banesa të djegura e tjerë me radhë, pra janë projekt vendime që duhen kaluar, nuk u konsideruar. Megjithatë, unanimisht kryesia vendosi dhe nuk e shikoi pse duhet mblidhet përsëri kryesia. Faleminderit, mendoj që zoti Xhyeri. Janë ka gjëra për procedurë, kështu që në rrjedhoj të diskutimit që rregulloria e përcakton sakt, jo 22 pika, se këto 22 pika që janë projekt vendime për 3 ditë nuk e ko as t'i lexosh. Mos bëjmë sikur ju jeni shumë të thekur për të lexuar. Në rrjedhoj dhe të kësaj, këto 22 pika, sidomos nga që ka një ngarkesë kaq të madhe, mendoj unë, ose nuk e di çfarë argumenti ka tjetër, 2 mbledhjet e kaluara ne kemi lënë pikën kryesore të ndryshme kryetare, pa e bërë fare. Në qoftë se ne këtu aprovojmë të gjithë rendin e ditës, e miratojmë, do të thotë që çdo pikë e rendit të ditës duhet të zbatohet. Pika të ndryshme ku ne flasim për qytetarët, për rrugët, për ndriçimin, për kanalet, nuk ka 2 mbledhje që nuk bëhet. Unë dua, në qoftë se ne miratojmë këtë rendite, të gjitha pikat duhen trajtuar, edhe pikat të ndryshme që për mendimin tim është më e rëndësishmja. Aty ne flasim për qytetarët. E përsëris, në qoftë se bëjmë për llogaritje në vit, ne kemi 12 muaj, një mbledhje në muaj i bie 12 mbledhje. Po të heqim këtë pikën të ndryshme ja 4-5 mbledhje, atëre në 4 mbledhje, 5 mbledhje, 6 mbledhje mund të flasim ne për qytetarët gjithë vitin. Këtë kisha unë, pra edhe e miratojmë rendin e ditës në shkelje të rregullores, me shumë projekt vendime dhe shumë pika që e ka të përcaktuar qartë rregulloria.
dhe pasaj atë pikët të ndryshme ngrihemi të gjithë, na ftohet pilafi dhe ikim në shtëpi. Jo, e miratuam, dua edhe pikën të ndryshme të zbatohet një për një. Patjetër, zoti Gjyeri, mendoj që të gjitha diskutimet u ezeuruan. Zoti Hoxha fjalën e morë për procedurë, s'mund ta marrim fjalën për çdo moment. Po, mendoj që e kishe fjalën të mjaftueshme dhe kohën për të shtuar gjitha gjërat e nevojshme. Mendoj se shtojmë kohën dhe marrim kohën. Të lutem, ka mundësi që mos të bëjmë edhe zhurmë shumë. Unë dëgjova përfaqësuesin e mazhorancës në këtë këshill, i cili ato që unë thash nuk i pranoj. Tani kam diçka tjetër të cilën ndofta kur ta them mund ta pranoja, i shtohet mendimi ose dashamirësia ndaj atyre që unë them, pavarësisht se çfarë thot ligji dhe rregulloria, dhe thot po ka të drejtë ky. Dhe në këtë jam te rendi ditës, se po filloj e miratove rendin e ditës si çka kuptimi ka pas. Unë e kam tek për procedurë për rendin e ditës. Dhe vetë te neni 93 për të vazhduar zonja kryetare. Në pikën 4 të këtij neni, të rregullore, flasim gjithmonë për rregulloren zonja Alpiniqi, se mos mendon se po flasim për kështu, flasim për rregullore. Është një akt nënligjor i dalë në zbatim të ligjit për vetë qeverisjen vendore që rregullon marrëdhëniet tu brenda. Se ndryshe pasaj binde që këtu mos kishte as rregulla as. Dhe po ju them që projekt aktet e propozuara nga kryetari i bashkisë, që në këtë rast kemi disa këtu te ky rendi ditës, të cilat në pikën 4 të nenit për katës, neni 93 thuhet: në rastet ku në rendin e ditës, në mbledhjen e këshillit janë çështje apo projekt akte, 1. për miratim ose shqyrtim buxheti, që është rasti i rialokimit, tu keni një ca lekë që kërkoni ti rialokoni te buxheti. Flasim për ndryshime në buxhet. 1. Të paketës fiskale të bashkisë, për shitblerje apo dhënie me qira të pronave, miratimin të planeve strategjike afatgjata të bashkisë. Keni këtu disa projekt vendimet propozuara nga zonja, që sot mungon. Çështjet e investimeve të biznesit që prodhojnë efekte zhvillimore të mëdha në Bashkinë Vlorë, apo çështjet e menaxhimit të territorit me ndikim në Bashkinë Vlorë. Këshilli pranon shqyrtimin e këtyre çështjeve apo projekt akteve vetëm nëse ato paraqiten dhe prezantohen nga kryetari i bashkisë. Në rast se nuk prezantohen dhe paraqiten nga kryetari i bashkisë, atëre këto ishen nga rendi ditës, thot rregulloria, nuk e thot Atir Doxha, as opozita. Ne kuptojmë që për juve këtu jemi pengesë në këto që themi, se ju doni të kaloni, të vini sa më shpejt tu, për çfarë rekord 20 minuta ngrini kartona të jeshilët, i maratonit gjitha këto 22 pika. Por ne për fat keq tuaj na kanë mandatuar qytetarët këtu që të themi ato që nuk duhet të bëni, sepse po të jetë për ju e shkeni ligjin, thash edhe një herë, në të gjithë hapësirën e tij. Pa folur për rregulloren, që është akt nënligjor, e ritheksoj për herë të tretë, akt nënligjor i dalë në zbatim të ligjit për veçqeverisjen vendore që rregullon marrëdhënien këtu brenda nesh. Dhe po ju them që për këto projektakte, të cilat paraqiten nga kryetari i bashkisë, që kanë këto citime, siç u thash unë ju, duhet të hiqen sot nga rendi ditës, sepse kryetari i bashkisë nuk është prezant që t'i përfaqësoj këto projektakte të paraqitura në këtë këshill. Unë e di që juve ju bezdis, e di që edhe kolegu im, zoti Moçka, mund ta marr fjalën të thotë, po kush po pyet tu se çfarë thua ti, ne kemi votat, do votojmë. Ne e themi, dëgjojnë, është prefektja që pastaj jep lishmërinë, ka institucione të tjera që gjykojnë këto që themi ne. Unë shpresoj shumë që ju të keni një fije ndërgjegje, se në fund fare kur jemi jashtë kamerave, kur diskutojmë me juve miqësisht, dukeni si njerëz normal, kurse pastaj kur ndizem këto kamera dhe vini këtu përpara, ngapni këto kartonat jeshil, sikur u përshpërit dikush te veshi edhe, ja kanë ardhur këtej nga krau djath thonë që po bëjnë rëmuj atje, të mundi me kartona, ngrini shpejt, i ngrën ata, tak. Unë shpresoj shumë zonja kryetare dhe këto që thash dhe një, nuk janë opinion personal, janë gjitha të mbështetura në rregullore, e cila ka dalë, është një akt nënligjor, i dalë në zbatim të ligjit për veçqeverisjen vendore që rregullon marrëdhënien këtu brenda për brenda. Faleminderit. Faleminderit i nderuar zoti Hoxha, po zoti Moçka. Do e merja fjalën po jo për atë që tha zoti Hoxha për të treguar forcën e kartonit, se forcën e kartonit nuk është se kemi zgjedhur ne, na i ka dhënë qytetarët xhanën po. Unë e përsëris që të ngulet. Jo të tallemi, problemi është vërtet është një akt nënligjor i cili përcakton një detyrim të tillë, por nuk mund dalim mbi aktet ligjore të cilët përcaktojnë që në forca madhore, takime, smundje e tjerë, kryetari apo titullari një institucioni mund të zvendësohet dhe ka pikërisht 4 zvendësues në atë që do të thotë janë
janë dhe në bazë të gjithë legjislacionit shqiptar janë të autorizuar të zvendçojnë titullarin e tyre kur mungon në momentet caktuara. Faleminderit për diskutimet e bëra deri më tani. Kalojmë rendin e ditës në votim pro. Rendi i ditës kalon në votim pro. Kalojmë rendin e ditës në votim. Atëherë ju lutem ngrini kartonat. Mos u ankoni për kohën e numërimit, nuk i kemi elektronik, fatkeqësisht kur t'i kemi do jemi më të qartë. Se do të trasi në njësim pas pasaj, do të treqim veshë. 25 vota pro, 1 vot kundër, edhe 7 veta nuk marrin pjesë në votim. Zoti Hoxha po shqetësohu se po flas. Zoti Mika, më fal. Qytetarë të Vlorës dhe të nderuar këshilltar, kërkojmë ndjes për mos vazhdimsinë e mbledhjes së këshillit në ditën e sotme, për mungesën e kuorumit. Mbledhja e këshillit do të zhvillohet ditën e nesërme në orën 9, sipas bisedës që është lënë me gjithë anëtarët e konferencës së kryetarëve të pozitës dhe opozitës. Faleminderit dhe dëgjojmë ditën e nesërme për rendin e ditës. Me të njëjtin rendit e patjetër.